Presidenti Ilir Meta i kërkon qeverisë që të anullojë projektin e Unazës së Madhe. Investimi sipas kreut të shtetit nuk është transparent. Konfliktet e krijuara midis banorëve dhe autoriteteve përgjegjëse për shkak të realizimit të projektit, kreu i shtetit i cilëson si abuzim nga institucionet. Projekti paraqet shkelje të shumta ligjore të cilat kërkojnë detyrimisht një rishikim të plotë dhe të menjëhershëm të vendimarrjes shtetërore. Veprimet dhe ndërhyrjet pa akt të shkruar dhe zyrtar të autoriteteve publike përkundrejt pronarëve dhe banesave të tyre, me qëllim vendosjen e tyre në presion se pronat do të prisheshin, është i pajustifikuar dhe abuziv. Një tjetër problematik që Meta ka konstatuar është paracaktimi i fituesit para se projekti të miratohej nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Hapja e procedurave të tenderimit pa miratimin ligjor të projektit nga Këshilli Kombëtar i Territorit, përveç se është shkelje e rënd ligjore, krijon bindjen se ky proces ka qenë selektiv, i paracaktuar dhe në kushte ekstreme të kapërcimit me dashje direkte të procedurave të detyrueshme ligjore. Por edhe pse kanë kaluar më shumë se 75 ditë nga kërkesa fillestare e presidentit për të marrë informacion, institucionet ende nuk kanë kthyer një përgjigje. Pas deklaratës së Metës, kryeministri Edi Rama reagoi në një postim në faqen zyrtare në Twitter. E vërteta është se Ilir Meta është drejtuesi më serioz i opozitës. Kushtetutën e lexon njësoj si ata, qeverinë e urren njësoj si ata, rrëmujën e uron njësoj si ata. Po ndryshe nga ata, ai ul varësit që të mbushin çarçaf me dokra ligjore dhe budallëllokut i del për zot pa pikën e gajles, ka shkruar Rama. Deklarata e kryeministrit ka marrë përgjigje nga zëdhënësi i presidentit të Republikës, Tedi Blushi. Ai bën me dije se vetëm loti i parë i Unazës ka patur një fond prej 18 milion eurosh. Zëdhënësi i presidentit pyet Ramën publikisht nëse qeveria apo ARSH kanë kërkuar sipas rregullave të prokurimit publik konfiskimin e vlerës së sigurimit të kontratës për llogari të shtetit shqiptar, pasi u faktua se kontratën e kishin lidhur me një kompani fantazëm. Blushi thekson se kjo shumë është plot 1.8 milion euro. A ka mundur shteti të garantojë interesin publik në këtë rast duke konfiskuar sigurimin e kontratës apo edhe ky dokument ka qenë i falsifikuar? Pyet zëdhënësi i presidentit duke shtuar se këto dhe shumë detyra të tjera ligji angarkon kryeministrit dhe vartësve të tij. Për Unazën reagoi dhe kryebashkiaku i Tiranës Veliaj, i cili theksoi se protestat e Astieri po organizohen nga grup seksionet e PD-s. Nëse presidenti inkurajon vetëm 1% të hurit e zjarrit, kot që flasim. Shkruan kryebashkiaku Veliaj duke bërë thirrje që Tirana të mos sabotohet.